Pra vëllezër të ndershëm, tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në agjerimin e ditës së Ashurës, siç transmeton gjithashtu me hadith të vërtet, që transmeton Ebu Katade, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi ditës së Ashurës shlihen gabimet e një viti. Agjerimi i ditës së Ashurës i shlihen gabimet, kllopat vogla të një viti. Njani prej neve, apo si që kanë thonë disa, na i kena shli këto gabime me qka? Tha i kena shli me agjerimin e ditës Arafatit. Për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjerimi ditës Arafatit i shlihen gabimet e di viteve. Kështu që edhe vetit, edhe të motit, pra i kemi shli. Kështu agjerimi ditës Ashurat çka vlen, çka shlihen. Për derisa ata i kanë shli gabimet, janë përgjigj dietar dhe kanë thonë, nuk ka se vërtet kështu që e ki kuptu, për shkak se ne jemi gabimtar të përditshëm. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi prej namazit, gjumoja den gjumo, Ramazani den Ramazan, i shlihen gabimet. Pra gabimet e vogla. Pra nëse namazi prej namazit i ka shli, qka ka fshi gjumoja prej gjumos? Nëse gjumoja den gjumo i ka shli gabimet javore, qka kanë shli në Ramazani? Pra vëllezër të ndershëm, për këtë arsye kanë thonë dietar, namazi prej namazit i shlihen gabimet ditore, ndërsa gjumoja prej gjumos i shlihen gabimet javore, Ramazani prej Ramazanit i shlihen gabimet vjetore. Pra të gjithë këta janë ata që i shlihen gabimet e vogla, derisa ka mundësi që ti zvoglon dhe gjunat e mëdhaja. Nëse s'ka gjunat e vogla, si pozohen se namazit i kanë shli dhe s'ka met asnjë, ka thonë i zvoglon gjunat e mëdhaja dhe në vepra tjetër dhe i shlihen dhe ato gjunaje, nëse s'ka dhe këto krejt, ka thonë dietar të rrisin, të lartësojnë shkallët e xhennetit në xhennetin Allah. Pra vëllezër të ndershëm, po gjithashtu është pyet Ibn Qayyim dhe dietar dhe ka thonë, pse agjerimi ditës Arafatit i shlihen gabimet e di viteve, ndërsa agjerimi ditës Ashurës i shlihen gabimet e një viti. Agjerimi ditës Arafatit i shlihen gabimet e di viteve, agjerimi ditës Ashurës e shlihen gabimet e një vitit, është përgjigj Ibn Qayyim dhe ka thonë, e para, ka thonë nga se dita Arafatit gjendet në mesin e muajit që është i përshqellt me di muaj, një për para dhe një për mas të shenjtë. Dita Arafatit gjendet në muaj Dhul-Hijja. Qka e paraprin muaj Dhul-Hijja? Muaj Dhul-Qa'da. Pa muaj Dhul-Qa'da është prej muajve të shenjtë, muaj Dhul-Hijja prej muaj të shenjtë. Qka e pason muaj Dhul-Hijja? Muaj Muharram. Ka thonë për këtë arsye e ka vlerën më të madhe ditë agjerimi ditës Arafatit se sa ditës Ashurës. Ka përgjigje e parë. Përgjigja e ditë e Ibn Qayyimit ka thonë, për çka se agjerimi ditës Ashurës ka lidhshmëri me Musajin a.s. Ndërsa agjerimi ditës Arafatit është e veçantë për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, pejgamberi Allahut ka qenë më i larti, më me vlerë. Dhe ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla ka lartësuar mbi gjithë ummetet dhe ka veçuar me ibadete, të cilat si kanë posedu ummetet para nesh, po dhe Allahu i ja ka shumë fishuar shpërblimet, që ato shpërblime nuk i kanë pas dhe popujt para nesh. Pra kjo është një mirësi që Allahu azza wa jall na ka bon nga ummeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.